për gjatë muajve janar, shkurt, mars, e besa edhe prill, e kam pas një fushat të jashtëzakonshme në të gjitha rrjetet e mundshme sociale, se qysh presidentja në fjalë ka bo një punë të jashtëzakonshme në përfacimin e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, por edhe në politikën vendore, kanë bo shkrime të jashtëzakonshme, të panumërta, qindra e mira postime, video, foto, statuse, që kanë pasqyru të gjithë punën e presidentës Osmani. Deri këtu është gjithçka në rregull. Për qatë punë dhe paguën, për qatë punë janë këshilltar dhe mbojnë epitetin e këshilltarëve, shumica e tyre kontribuojnë pothuajse ndoshta edhe të gjithë, jo shumica, në PR-in, në rrjetet sociale të politikanit në fjalë, në këtë rast të ish presidentës Osmani. Mirë po, çudia fillon pas datës 4 prill. Me datën 4 prill, presidentja Vjosa Osmani ja dorëzon mandatin dhe detyrën krye parlamentare Selvulina Haxhiu, dhe qysh prej asaj dite, asnjë prej të gjithë atyne kallabllokit të këshilltarëve e këshilltareve nuk e kemi po duke postu në Facebook, Instagram ose gjetiju në rrjetet sociale rreth punës që e kanë bo ose angazhimeve që janë duke i bo së bashku me Vjosa Osmanin. Kjo është për më çudit goxha shumë, qysh njeri nalët si me pull. Nëse ke nis një rrugë ose një angazhim politik, qysh ka mundësi që mbranda natës, mbranda 24 orëve, sikur kur ta nalsh me sigurisë. Edhe mo, as një postim, as një laf, as një fjalë, as një video, as një pamje nga optimet zyrtare, as kur gjë rreth atyne 5 viteve që i keni kalu në zyrën e presidentit të Republikës së Kosovës.